e përgjithshme dhe intelektuale, mos flas për taban kombëtar dhe flejem sublim, dhe tëra kjo tregon që vendimi i tij flet shumë çka, nga se edhe moralisht, edhe kombëtarisht nuk dëshiron të futet në lojna dhe kalkulimet politike, të cilat njeriu, shef, kur ty njeriu në politikë mund të është sikur ajo fjala po të punojsh me thënë gjell pa u stërpikur dhe pa u ndotur është e pamundshme. Dhe mendoj që shef, familja e Shari është president, mund të them është që flik i adhetarisë dhe i shqiptarisë. Dhe mendoj që këtë epitet edhe me postin formal i cili realisht ka drejt i nderuari në studio që po që se vinë deri te disa marrëveshje të cilat duhet të implementohen. Nuk e them këtë nga kuptimi duhet, sepse kemi hyrë në atë fazë në cilat ato përgjegjësi që janë marrur duhet të realizohen, sidomos në presionin ndërkombëtar, dhe kjo do të ishte një barë e madhe për një figurë të tillë emblematike. Mendoj se një kalkulim politik i forcave politike dhe kujto qoftë për ta përfshirë familjen Jashari për poste të larta shtetërore, besoj që nuk ka qenë edhe aq e ndershme.